Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Breti Çuçi, zhvilloi një takim me profesionistë të lirë në qytetin e Vlorës, bashkë me kandidatet për deputete Zamira Sinaj dhe Eriona Ismaili. Çuçi bëri një panoramë të transformimit që ka pësuar Vlora në qeverisjen e Partisë Socialiste dhe kërkoi mbështetjen me votë në 11 maj për të vijuar me projekte në vazhdim dhe sidomos për të finalizuar anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Perspektiva edhe profesionistëve apo e këtij mjedisi që jemi sot kësaj tryeze, mendoj unë që në këtë qytet do jetë shkëlqyer. Edhe do kërkohet gjithmonë e më tepër dhe do jetë gjithmonë dhe më shumë në numër profesionet edhe zyrat e shërbimit që do shërbejnë. Këtë radhë ne themi ka ardhur dita historike, sepse nuk e themi për propagandë, sepse është një agjend që tashmë është vendosur në Brukselin. Brenda në 2027, edhe këtë e thot Brukseli, nuk e themi ne. Pra nuk është një gjë që vjen nga qeveria. Brenda 2027-s ne nënshkruajmë kontratën me Brukselin, që do të thotë që Shqipëria klasifikohet si një vend që arrin standardet për të qenë pjesë e familjes evropiane. Dhe nga 2027-a, 2030 është procesi politik. Pra procesi teknik përfundon në 2027, pra e merr certifikimin Shqipëria që është vend që ka standardet për Bashkimin Evropian dhe 3 vite është procesi politik që ratifikohet kjo marrëveshje në çdo shtet antar derisa në fund mbaron ratifikimi gjithë shteteve anëtare dhe ne bëhemi pjesë përfundimisht e Bashkimit Evropian. Me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shtoi Çuçi mëtej, krijohet një perspektivë re edhe për profesionistët e lirë, me më shumë mundësi, pasi kemi të bëjmë me një treg më të madh. Një gjë vetëm po ju them që të kesh pasaport, të jesh profesionist i lirë në Shqipëri, kontabilist me pasaportë europiane, ke drejtën e punës direkt, pa pasur nevojë për asnjë letër tjetër, të bësh llogarit e një firme në Gjermani, një firme në Spanjë, një firme në gjithë hapësirën politiko-gjeografike administrative të Bashkimit Evropian. Pra vetëm këtë të mendosh që tregu për klientelën tuaj menjëherë zgjerohet qindra fish, është një benefiti i drejtë për drejtë.